Mesha kësaj të diel për besimtar katolik të Bajzës në Malësitë e Madhe ishte veçantë pasi u mbajt në kishën e sapo përfunduar pas rekonstruksionit, e cila u shëgurua nga arkipreri i Shkodrës, Imzo Giovanni Peragjine. Besimtarë të shumtë kishin ardhur për të bërë dëshmitar tek këtij eveniment të rëndësishëm që përkundë me 200 vjetorin kësaj kishe. Me rastin e 200 vjetorit të themelimit të kësaj famulje, e cila është themeluar në vitin 1825, domethënë para 200 vjetëve, në këtë rast kena bërë renovimin e kishës tonë me donatorët provincën franceskane tonë në shqiptare edhe diasporën Kanada, Detroit dhe New York. Gjithi falenderoj që kanë kontribuar që kjo kishë të marrë këtë pamje që sot e ka. Është një atmosferë gëzimit, besimtarët janë të gëzuar për këtë arritje që gjithë së bashku të kene arritur. Mesha u celebru nga Imzot Peragjine, i cili pasi falenderoj të gjithë ata që kontribuan për rekonstruksionin e kishës, u ndal tek misteri i Krishtlindjes. Ky është misteri i Krishtlindjes që po kremtojmë. Nuk është një hy i largët që qëndron larg, por një hy që bëhet i pranishëm, një prani që dëshiron të ndaj përditshmërinë tonë, në përditshmërinë tonë. Në këtë dritë, vëllezër e motra, mund të kuptojmë edhe domethënien e altarit që sot shugurojmë. Ashtu si biri i hyt të zgjodhi një krahëror të përullur për të bërë mish, ashtu sot zgjedh një shenjë të thjeshtë, një tryez guri për të qëndruar në mesin tonë. Përvërimi i kishës rekonstruktuar të Bajzës, krahas shëgurimit dhe meshës, u shoqërua edhe me aktivitete të tjera, duke kthyer këtë ditë në një festë për të gjithë banorët e zonës.